Mi mbrëma miq të dashur, ja kur I takohemi përsëri bashk, e në fakt për mua nuk është ndonjë kënaqësi e madhe të hap shfaqjen e vetme. Por të paktën sot më ngushëllon fakti që Goni është rikthyer në postin e tij të dikurshëm si komandanti I policëve që ne sapo pam. Nuk do të flas shumë për personazhet e radhës, për ata që do të vinë tani në skenë, sepse tashmë ato janë bërë pjesë e çdo familje shqiptare që e ndjek portokallin. Vjen këtu tani Adela dhe gjyshi I saj. Shohim. Quinto, aia, zang, zang. Mito, aia, yeah. O, gjyshi, bol. Hirusha, gjyshi. Tu që nga ti? Fa, këtu jam. O, gjyshi, do të bëj një pyetje. Pse quhet kjo Hirusha? Edhe nuk quhet për shembull Laramane ose Bardhoshe. Jo, po jesh Ilushe ta I lopa. Qa thua me qup? Po që shkreta isha aqe varfër, sa gjyshi si televizor bardheziqa. Ha? Pse ka televizor tjetër veç plazmës? A, po me kë flas dhe unë, po ti e brez metroporti me qup. O, gjyshi, është metropoli, o gjysh Peçi. Kiqo, me kiqo, P-E-Q-I-K-L-A-Z-I, kiqo. Regu, o gjyshi, sa e varfër ishte kjo Hirushja? Nashi, qo isha aqe varfër, sa që ku shikon të buk me gjalp, kjo kujton të se këshart vit I ri. Sa I gjynaf, nuk ishte një qik koqo krem e shkreta? Jo, po kiqo krem. O, gjyshi, e ke emrin Kiqo, S-A-L-Q-I-Q-E, Kiqo. Po, o, gjyshi, po kë princi, sa I pasur ishte kë? O, që në qave fabrikën e kiqo kremit me qup. Mi të keqe gjyshit, a thot gjyshit. Ha, sa? Që princi isha aq I pasur, sa që qy me lek fshin dhe me nder shpellën e dragobis. Shpellën? Qa është kjo? Koridorin 1, Se kuptoj? atë tunelin që lidh pjesën e drejt për drejt trupit me koltukun ku ulesh? Gjyshi, kë koridori 1 nuk ekziston, ka vetëm koridori 8 edhe koridori 10. Bravo, nuk ekziston, është thjesht koncept. O, gjyshi, po si ka mundësi një princ kaq I pasur, vajt U martua me një vajzë të varfër si Hirushja? Po që budallaqe ti, po prallësh me, në prallë që nuk ndodh. Gjyshi ti gënjen, po te filmi Priti Umën, kështu ndodhi dhe aty. Ti qame? Priti Umën, gruaja e bukur. Tutje, pa ishe prostitut me, prandaj. Qa do me thëmë prostitut? Hajde tutje, brezi shenjta I zorë, kujt gjën të lafe ti? Ti e the? Kujt gjën të lafe, në rrugë I ketë gjuar? Ti e the? Në rrugë I ketë gjuar? Qa do me thëmë? Me qëpë që ma pepër. Ha? Shpartalu se harabelash? Qa është kjo? Luftetare natës? O, gjyshi, është lakuriqi natës. A shu edhe lakuriq është në njerë. Trimëreshe qetës me shok shumë? Nuk e kuptoj, gjyshi, nuk e kuptoj. Shumë I, bravo, shumë I që se kupton. Kur të rritësh bëhesh burë, do I kuptosh më mica gjera. O, gjyshi, po unë jam vajzë. Po pra këtë thash dhe unë, kur të rritësh bëhesh djallë, do I kuptosh më mirë. O, gjyshi, jam vajzë. Q-I-K-L-I-S-T-I, vajzë. O? Po. O, gjyshi, qa ishte duke bërë kjo Hirushja në mes të natës në pyll me princin, që haroja aty këpucën? Shu është kur rri me një këmë për pjetë. Nuk I dje se nga të fluturon që këpuca. Si fluturon këpuca? Dyll këpacin pyll. Se ku... Qupe, s'ke pun tjetër ti? Qa pyetish I ben? Mira, të të bëj dhe një pyetje. A është e vërtet që një vajzë e varfër që të martohet me një princ të pasur duhet jetë rukaqe? Qyshe? Rukaqe. Qyshe? Rukaqe, motociklisti, rukaqe. Me qup, sa gjati re?
Për një moment kujtova se ishi shtuar kanalit dhe digitalbit. Kiqa, që u ka, kiqa. A i gjyshi të bëj dhe një pyetje të lutem. Deri në sa i rushe mund të mbaj një burr? Ashi, që varet nga buxheti i shtetit. Sa budallaj, babi! Se me që? Po se politikanët mund të kenë sa i rushe të duan. Babi është politikan. Edhe? Edhe ka vetëm një i rushe, sekretaren e ti. Qysh, me një këpuc? Jo, gjyshi, jo, me një këm për pjetë, gjyshi. Tu t'je prezident. Hajde tu, shalja mandrite.